Në nisje të bashkëbisedimit me ndjekësit përmes rubrikës Sy më sy, të cilës ju rikthye pas fitores së thellë me 11 maj, kryeministri Edi Rama deklaroi se ka lajme të mira nga fronti negociatave, teksa tha se së shpejti pritet të hapet edhe një tjetër grup kapitujsh me Bashkimin Evropian. Shpresojmë dhe besojmë që së shpejti do të marrim lajmin e hapjes një tjetër grup kapitujsh dhe sipas ambicjes dhe planit të hapim pastaj dhe grup kapitullin e fundit në mënyrë që t'i kemi të gjithë grup kapitull të hapur. Nuk kurseu ironinë edhe ndaj opozitës, thumboi Lulzim Bashën, i cili është zhdukur pas rezultatit të dobët që mori në zgjedhje, teksa ju përgjigj një komentuesi që i shkruante nëse është gjallë. Shpëtim alla thot gjallë është ky. Po, gjallë jam më shpëtim. Luli është gjallë, se unë gjallë jam. Kreu i qeverisë thumboi edhe Sali Berishën, i cili ka qenë i zënë për të dokumentuar vjedhjen e zgjedhjeve. Rama, duke u përgjigjur një tjetër komentuesi, tha se mjafton të shohë se në çfarë drejgjeje mendore janë katandisur të tjerët. Mirë dhe më shumë se sa mua më kupton populli shqiptar, për i vërtetës nuk mund të pretendohet edhe është arsyeja më bindëse dhe kuptim plot e krenarisë për mua që pikërisht populli shqiptar më kupton më mirë dhe më shumë se sa edhe ç'mund të pretendoja duke më inkurajuar, duke më mbështetur dhe duke më dhënë 1001 arsye që ti qëndroj besnik edhe të bëj të pamundurën për të bërë sa më shumë për këtë vend edhe për njerëzit e këtij vendi, fal pikërisht besimit, mbështetjes dhe pushtetit që buron pikërisht nga ky popull, i cili ja u kam thënë të gjithë atyre që e marrin lehtë, ja u kam thënë të gjithë atyre në të gjitha nivelet, përfshirë edhe miqve këtu në këto rrjete sociale, që është i popull që t'jep ujë mbi shtlugës, kështu që kush e merr lehtë bën një gabim shumë të madh. Shumë të madh. Bën një gabim aq monumental sa që mjafton të ndiqni të tjerë gjatë këtyre ditëve se në çfarë drejgjeje mendore janë katandisur për të kuptuar që çfarë të ndodh po e morë lehtë këtë popull. Kryeministri bëri me dije se do të organizohet një fushat promocioni dhe informimi për mënyrën se si mund të aplikohet për paketën e maleve dhe për strategjinë për zhvillimin rural. Sa i përket hapësirës publike në plazhe, Rama theksoi se çdo vit më shumë, po vihet më shumë disiplinë. Plazhet nuk mund të jenë në asnjë mënyrë ekskluzivitet i atyre që kanë mundësi apo duan që të shërbehen në hapësira të administruara privatisht. Dhe mbi të gjitha plazhet duhet të ofrojnë mundësi për ata që duan të jenë tërësisht të lirë dhe tërësisht të pa cënuar në të drejtën për të marrë kënaqësinë e tyre nga një aset publik, duke shfrytzuar hapësirë tërësisht publike dhe faktikisht plani që do të zbatohet, të filloj zbatohet nga ky vit është tejet ambicioz dhe ka një ndryshim radikal nga vjet dhe ne jemi duke e ndjekur sapo ka filluar. Mbajtjen e samitit të Komunitetit Politik Evropian me 16 maj në Tiranë cilësoi një sukses të jashtëzakonshëm për të cilin po flitet ende korridoreve europiane. Rama njoftoi edhe nisjen e punës për samitin e NATO-s që do të mbahet në Tiranë në 2027. Nuk është herët, tha kreu i qeverisë, duke marrë parasysh rëndësinë që ka një eveniment i tillë.